Të dashur shikues, bisedën e këtij edicioni do ta realizojmë përmes një lidhjeje të drejtë për drejtë nga Holanda. Nga atje na lajmërohet aktori Edon Rizvanolli, një herësh producent i filmit Mua besoj më shpëtoi portreti, i cili gjatë muajit shkurt e shënoi edhe premierën botërore në një prej festivalive më prestigjioze të filmit në botë, që është Berlinalia. Edonin e kemi në lidhje, po i uroj mirëseardhje. Edon, përshëndetje dhe faleminderit që u bëre pjesë në filmit edhe në këtë formë. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Pra, siç e përmenda, me 16 shkurt më saktësisht, e keni shënuar premierën botërore në kuadër të programit Forum Expanded në Berlinale, me një film të jashtëzakonshëm që është Mua besoj më shpëtoi portreti, me regji të Alban Mujës dhe ku ju shërbeni si producent. Në fillim, na trego si ka shkuar gjithçka, si e priti publiku filmin atje dhe po besoj keni pas mundësi kështu edhe të shkëmbeni disa fjalë me të pranishmit. Po kështu ka qenë gjithë ky projekt ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Mu më pat kontaktu Albani, në vërtet Albani ka pas qysh një kohë gjatë këtë idenë, po dikur vendosëm me bërë filmin. Filmi është prit jashtëzakonisht mirë, si për publikut ashtu edhe prej anëtarëve të industrisë filmit. Gjatë, në fakt edhe para shfaqjes, po sidomos mas shfaqjes filmit kemi marrë me njëherë konfirmime dhe ftesa për festivalet tjera, kështu që kjo ka qenë diçka e cila na ka duhet dhe ma shumë. Natyrisht vetëm fakti që e kemi pas premierën në Berlin ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Reagimet kanë qenë shumë të mira, është konsideru si një tregim shumë preks edhe i fuqishëm, edhe do më thonë veç i ka konfirmu atë pranine tashmë e cila është ndru në një farloj tradite në këto festivalet e mëdha, pranine e fuqinë e filmit Kosovës në festivalet e mëdha. Do më thonë filmi veç ja ka dhënë një vull qasaj që ka fillu shumë amati prej regjisorëve tjerë. Filmi e shpalos një histori reale, pra që i ka ndodhur babait të regjisorit, që është Skënder Muja. Po besoj që gjatë 3 shfaqjeve që i keni pasur në kuadër të Berlinales, ka arrit ky projekt që të komunikoj mirë dhe ashtu siç keni dashur ju me publikun, sepse ne e dim që Berlinalia ka një publik të gjerë botror, jo vetëm atë gjerman. Gjithsesi, unë për fat keq kam qëllu atje vetëm për shfaqjen e parë, mirë po me njerë mbas shfaqjes filmit natyrisht ka pas pyetje përgjigje me regjisoren, me Alban Mujën, edhe prezent ka qenë edhe ky personazhi kryesor, baba i Albanit Skënder Muja, edhe do më thonë gjatë pyetje përgjigjeve u pa që ka pas një impakt shumë të madh në publik, edhe që është e ka arrit qatë qëllimin e vetë filmi si film. Sigurisht. Edon, besoj se edhe për ju si ekip i filmit ka qenë një krenari me shfaq filmin në Berlinale. Kujtojmë se është konsideruar një arritje e madhe edhe nga Qendra Kinematografike e Kosovës, që ka konsideruar projektin si dëshmi të fuqisë së bashkëpunimit ndërkombëtar dhe një hap të rëndësishëm për industrinë kinematografike kosovare. Definitivisht, po ne këto vetëm e ceka dhe ma herët që me këtë film vetëm me kemi vërtetu që ne edhe pse jemi shtet i vogël edhe pse punojmë me buxhet shumë të kufizum, shumë atë vogël në krahasim me shtetet e tjera, kemi ende atë fuqinë, do më thonë ajo fuqia nuk ka qenë si diçka e përkohshme, po është diçka e cila ka ende mundësi mu eksploru edhe mu plasu në ndërkombëtarisht. Do të thonë fuqia e filmit Kosovës, fuqia e tregimeve cilat i kemi, cilat ka shumë kemi edhe shumë për çka me tregu, mirë po natyrisht duhet shumë atë për mbështetje pikëparë për Qendrës Kinematografike të Kosovës, e cila natyrisht me plot merit krenohet, me plot jo merit, po me plot të drejt krenohet me sukseset e kinematografisë të Kosovës.
Po mua më intereson ta di Edon, a ka qenë ky bashkëpunimi yt i parë me regjisorin Alban Muja, artistin tonë të mirënjohur, dhe çfarë të shtyri që të bësh pjesë e projektit si producent? Kujtojmë se prapa këtij filmi është një ekip i jashtëzakonshëm i njerëzve që kanë bërë shumë për kinematografinë vendore, të tillë si Albani, ju, është Samir Karahoda pjesë e ekipit, është edhe Enes Saraqi që ka bërë montazhin. Po Albanin e njën që një kohë shumë gjatë dhe ja kom përcjell punën e një mas pari natyrisht jemi shokni, jemi shumë mati, edhe ja një punën, një dhe punë të tjera që i ka bë, punë të tjera si regjisor që i ka bë, domethënë dokumentarët e tjerë që i ka bë, kështu që gjithë e kom konsideru që është si regjisor është i aftë, natyrisht ai fokusin primar e ka pas në artet vizuale dhe në video art. Mirë po tash këtë idenë që ka pas që një kohë gjatë, do më thëmë ka qenë që një kohë gjatë e ka pas si lloj ide a me zhvillu në filma jo, kështu që kur në dha rasti edhe unë qëllova që pata kohë me bë, kështu që vendosëm me aplikun që kërkë edhe fatmirësisht në aprovu kërkesa. Shumë mirë dhe kemi prit mjaft mirë këtë bashkëpunim dhe pikrisht pyetja ime radhës lidhet është dedikuar për ju si producent i filmit. Si do duket rrugtimi i këtij projekti tutje, po besoj që keni plane për ta dërguar në për të gjitha anët e botës. Po na kanë ardhë me njerë, do më thënë, qysh para se mu shfaq në Berlin, ja kanë nisë me në ardhë kërkesat prej festivaleve tjera, disave që kanë konfirmu, këto fatkeqësisht nuk mujmë i ba ende publike, se qashtu ato festivalet vetë kanë qëtë një po këtë lëme publike, mirë po, deri tash jam si producent, po dhe si filmbarës jam jashtëzakonisht i kënaqur me reagimet cilat i kemi pas deri tash. Sa kemi qenë në Berlin, e kemi nënshkruar dhe marrëveshjen për distribuim të filmit, bashkë me degën e Berlinale Forumit, ajo është, do më thonë, ata si festival e kanë edhe një arkiv shumë të madhe të filmave cilët i shpërndajnë në për festivale tjera dhe në për institucione si galerie, shkolla, në kretë këto venet ku ka interesim për kësi lloj të filmave, do më thonë përveç festivaleve, kështu që edhe kjo na ka gëzu jashtëzakonisht shumë. Filmi, si film, besoj që ka me pas një rrugtim shumë gjatë, rrugtimi visa e ka nisë, po jo vetëm në për festivale, mirë po gjithsesi ka më shfaq shumë edhe në për ekspozitat ndryshme të arteve pamore, galeritë ndryshme, edhe jam i bindën që ka me u pa një kohë shumë gjatë, masi që ka diçka shumë universale në ta, ka diçka shumë të qysh me thonë, nuk ka do me thonë, gjithmonë ka me qenë aktual si tema e filmit. Patjetër. Po, mezi po presim me pa se ku do të vazhdoj tutje në për festivale, dhe sigurisht se mezi e presim që të vijë edhe në Kosovë, po që duar dalëm pak edhe tek gjirimi, proceset e gjirimit, si ka shkuar në përgjithësi realizimi i filmit, e dim që është gjiruar në Mitrovic nëse nuk gabon, apo jo? Po. Filmi është gjiru në Mitrovic, neve në faktikisht mas shumë ti nga ka marrë kohë deri sa është përfundu ajo ana administrative krejt punë me kontrata që është dashur mi kry me QKK-n. Aty ka pas pak vonesa për shkak të rregulloreve të reja, të ligjeve të reja, të cilat janë miratu për parlamentit. Te momentit që është kryer ajo, ndërkohë problemin i vetmi problem që kemi pas ka qenë gjetja një lokacioni se filmi është dash gjithqysh mu gjiru në një shkollë e cila paka shumë është dash mi përngjarë shkollës ku ka ndodhë që e ngjarja vërtet. Ajo ka qenë pak ma vështirë mu siguru se do më thonë mu koordinu për shkak se Samiri ka qenë jashtëzakonisht i zonën me festivale për shkak të filmit ti, ai ende është udhëtu me filmin e tij në rrugë që e ka filmin, i cili quhet Në rrugë, Metal dhe Samiri rrugëve. Do më thonë që ajo ka qenë një në dy plumbi Ballata i cili ka bërë tonin edhe ka qenë i zonën me filma tjerë, do më thonë derisa kemi gjetë derisa me bë krejt bashkë që na ka marrë më shumë t'i kohë.
Mandej qëllum që u du të me gjiru filmin gjatë javës, do më thonë aty ka pas pak vështirësi se ka pas zhurmë prej nxansave, që natyrisht i kam përcjell mësimet, mirë po në fund kretu gjiru qashtu që kemi planifiku, gjiru bukur shpejt, montazhin e ka po mandej e nisi bashkë me Albanin edhe mrena 4-5 javë na ka ardhur përgjigja pozitive për Berlinit. Nikosisht na pa ardhur edhe një kërkesë për një festivale tjetër, mirë po ato du të me refuzu mëse që Berlinalja me gjitha të më i madh të festival. Me të vërtet duket se ka qenë një projekt i mbar, ashtu siç ka shkuar deri tani. Definitivisht. E donë me qenë se të kam në këtë lidhje të drejt për drejt, unë po të uroj shumë suksese me filmin e Albanit, sigurisht se jemi këtu për të informuar publiku sa që keni të reja, po që me që të kam në këtë lidhje të drejt për drejt, duhet ndalem pak edhe tek projektet të tuaja personale, si aktor, por edhe si filmbërës. Gjatë fundit të vitit 2024, ju keni shënuar edhe 2 premierat jashtëzakonshme të disa filmave ku keni qenë pjesë, po ndalem tek filmi i parë që është Das Meer ist der Himmel, që në nëntor filloi së shfaqur nëpër kinemat e Gjermanisë. Si u prit filmi me të filluar së shfaquri në kinema? Po, me sa kam pa, unë për vete nuk kam pas kohë me shkua, si nuk kam qenë prezent për premier, po me sa kam arrit me përcjell, është prit jashtëzakonisht mirë, edhe është shfaq një kohë shumë gjatë që faktikisht për një film të buxhetit vogël, film i cili është bërë me buxhet modest edhe është mundet mu konsideru si film art house, ka pas jashtëzakonisht sukses madh, me sa e di është shfaq dikon 3 javë nëpër kinemat ndryshme nëpër Gjermani. Reagimet e njerëzve kanë qenë shumë të mira, sidomos jo vetëm të, domethënë, gjeneratës dytë të mërgatës që jeton nëpër Gjermani, po edhe vetë gjermanëve, sepse fatkeqësisht nëpërmjet medjave është e kriju me një përshtypje krejt tjetër për Shqipërinë dhe për njerëzit atje, kështu që ky film sadopak ka arrit me ofru një imazh tjetër të Shqipërisë, një imazh cilin njerëz nuk e kanë njoftë deri në atë kohë. Kurse me filmin ku ju keni rolin protagonist, Obraz apo Ndera, ju shkuat në Cottbus Film Festival dhe festivalin ndërkombëtar të filmit në Kairo. A na shpalos pak detaje rreth këtyre paraqitjeve? Po, filmi është për premierën e ka pas domethënë Cottbus, mandej shfaq në Kairo edhe në Goa të Indisë. Këto 2 festivalet e fundit janë konsiderohen si festivalet kategorisë A, mirë po filmi ka qenë fatkeqësisht jashtë garës jashtë konkurrencës, për shkak se që ka pas premierën Cottbus. Cottbus i kemi pas 3 shfaqje, ka pas shumë interesim të madh prej publikut, i cili është vrejt sidomos gjatë pjesës së pyetje-përgjigjeve, sepse është një temë cilën shumë pak e njohin edhe në rajon të na, domethënë jashtë them kështu nëpër këto vendet jashtë Kosovës, që janë shumica kanë shumë pak njoftëni, e edhe ata që kanë njoftëni kanë dyqysh ato njoftëni pak si të mjegullta, kështu që ajo ka qenë diçka interesante mu përjetu, domethënë krejt ajo reagimi i publikut. Filmi si film është pranu mirë, po mendoj është një film historik me një qasje pak ma epike ndaj atyre ngjarjeve, dhe është pranu mirë. Tash ka vazhduar edhe në festivale tjera nëse nuk gaboj, ndërkohë ka më shfaq edhe në Sofit, Bullgarisë, ka dhe premierën rajonare. Gjatë muajit mars do të shfaqet në Bullgari nëse nuk gaboj, apo jo? Me 20 edhe 21 mars shfaqet në Sofit, Bullgarisë, në festivalin ndërkombëtar filmit, është edicioni 29 e 30 nëse s'gaboj. Mandej A do t'jeni prezent atje? A do t'jeni prezent atje? Po, ma merr mendja që po, ende nuk e kam vendos, mirë po ndoshta shkoj. Nëse kam kohë, besoj që shkoj. Nëse jo atëherë pres deri sa të shfaqet në Kosovë ose në një vend tjetër aty afër.
Sigurisht. Mirë, Edon, pyetja ime radhës ka të bëjë me filmin e metrajit të gjatë Lule, me cilin ju keni konkuruar në Qendrën Kinematografike të Kosovës. Si po qëndrojnë punët me këtë projekt? Po, nuk e di tash drejtën me thonë që unë kam apliku, rezultatet janë shpallë, ata që po mendoj rezultatet janë aty të vendosur online, unë faktikisht nuk kam fitu, ndërkohë e kam shfrytzu drejtën teme ligjore dhe jam anku zyrtarisht kundër qati, do më thonë kundër rezultat. Jo kundër rezultatit, po ndaj faktit që më është refuzu projekti edhe kjo është ashtë në qërtim e sipër. Qysh vendosin është ajo, ma tepër nuk kam që kam lështu se është ankesa ashtu shqyrtu. Kështu që nuk di që kam lështu tjetër. Për mu ka qenë zhënjyse, qash mu i me thonë se faktikisht ka ndodhë me njerë masi që u ktheva për Berlinit edhe është refuzimi i dytë që po i bëhat projektit. Rada si në bas refuzimit parë kom shkrujt, e kom ndryshu skenarin për të mirë, kom ndryshu dikonja 40% skenarit, kështu që për mendimin tem skenari kam ri me u zhvillu edhe shumë ma tepër, në atë skenar kom punu gati 6 vjetë, kështu që natyrisht që për mu në bas 6 vite dhe punë edhe në bas këtyne sukseseve të fundit që i kom pas si producente, plus si regjisor ka qenë një lloj zhgënjimi, mirë po këto gjana janë po mëdhej ndodhin. Patjetër. Kështu që unë e kom bërë temën, tash duhet me prit deri sa të vjen vendimi i komisionit i cili është të shqyrtu ankesën. Mirë, po uroj shumë që gjithë shka të zgjidhet me sukses dhe të keni mundësi që të realizoni filmin ku me siguri do të keni një punë gogja të rëndë sepse keni rol të trefisht, e dim që do të shërbeni si producent, si skenarist i filmit, po gjithashtu edhe si regjisor dhe mezi presim t'ju shohim në këtë rol. Shpresoj që arrihet një rezultat pozitiv. Faleminderit shumë. Tutje, Edon, jeni duke punuar në ndonjë projekt që ndoshta keni dëshirë me nda sot me shikuesit tanë? Jo, unë jam të shkrujt një skenar, këto po më duket e kam përmend edhe herën e fundit kur kemi bisedu, jam të shkrujt një skenar, ndërkohë këtu për cilin kam marrë fondet prej fondit Hollandes filmit, që ato jam mendet të shkrujt këtu, natyrisht këto marrin krejt kohë, tash jam në fazën e dytë që këtu ka një mënyrë tjetër qysh i financojnë filmat, mas pari dorëzohet skenari, mandej në bas skenarit është ajo faza cilën e qymë këtu zhvillimi artistik i projektit ku ma shumë fokusi qëndron të castingu, të lokacionet, të puna me kamermanin edhe personelin kështë filmit. Do më thënë që kjo është që fazën cilën jam të punu unë qëtash. Për ndryshe jam në biseda dhe për disa role në disa filma tjerë, mirë po këto janë hala në fazën e bisedimeve, kështu që s'ka kur gjë konkrete njerë, mirë po gjanat në film si aktor shpesh edhe rrjedhin shumë ma shpejt se këto kur je si regjisore, si skenarist, cilat marrin shumë ma shumë po. Sigurisht. Mirë, herën tjetër ju presim në studio Edon, faleminderit shumë që gjithmonë gjeni kohë me nda për emisionin në për film, jeni të mirë së ardhën. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për ftesën. Kënaqësi.